Më bën shumë përshtypje në plazh markat, brandet. Të gjithë kanë një Rolex. Pyetja ime te është, kaq shumë i pasur që nga ky popull jon sa minimalisht mund të blej një orë 25.000 euro që mund ta gjesh me 100.000? Apo pyetja është, mos i kanë gjë falso? Shumica e veshjeve, bizhuve. Po jo, se që kanë kaq shumë të pasur, pra nëse pas kanë lekë, me blej. Janë limitimet, ti e di shumë mirë. 50.000 euro, 100.000 euro, pra ti je shumë i pasur mbi. Ai që ka orën 100.000 euro nuk e shef ti aty një herë. Po fare. E kupton? Çu këtu fillon. Ta shohësh, por nuk e shef në radhën e trafikut e shef tu e marr me helikopter. Prandaj unë jo më kot insistoj dhe them, është çështje kulture dhe niveli real. Unë e fuz vete në njerëzit që kanë një nivel jetese mesatar. Pra, unë edhe buri punoj me të ardhurat të mira, kemi dhe pronat, të cilat i kemi bërë ndër vite. Sigurisht unë i kam bërë me shumë kursim, pra duke mos u hapur me shishe shampanjë, ka mundësin ta bëj, më duket një shpenzim i tepërt, një gjë që nuk e shijoj, do ta shijoja më shumë me një shok, me një shoqe, ndoshta diku në një cep atje, në një fshat, ndoshta ndarë të ndiznim zjarr, më kupton? Është çështje koncepti, sesa ta kuptojnë ende, mendoj unë që unë shoh në rrjetet sociale dhe njerëz që le ti quaj vi, pa për sa kohë dalin në televizor apo janë bloger apo dhe janë shumë okay, bredhin botën dhe fotot janë tek një gotë, më burr. Nuk gjen gjithmonë njëri ti që të bën një foto. Po shija, është tek një gotë dhe ti ose do jesh, të thuash, unë e bredh botën vetëm dhe nuk e ke atë gotën tavolin, se s'do gjesh gjithmonë një kamerierë që ta bën atë foto. E kupton? Dhe ti po shet një gjë që s'është. Pa ti po shet një gjë që sigurisht ja shet atyre që as nuk e kanë konceptin e të jetuarit realisht, se mua jo për vete. Nuk as më kanë zili, as i kam zili, as një gjë, sepse nuk e kam konceptin